gjëra, prekin për njerëzit, pavarësisht se duke... Unë prandaj dua t'i them gjëra troqe dhe në sy, sepse lëndohem nëse... E kupton, gjërat nuk shkojnë ashtu siç unë mund t'i kem thënë. Edhe ai ka pasur për shembull këtë merak, më ka thënë që ti përjeton shumë edhe do ta përjetosh keq nëse keq kuptohesh. Po jo se s'ka dash të futem unë se... Po mirë mos e ne kena bë... Po jo, atë ditë për shembull në Prime, unë e kuptoj që njerëzit duan të marrin vëmendje, po nuk mundesh ti në Prime përmendesh burri jot s'ka dash që ti futesh këtu. Edhe ti u preke nga ajo gjë. Po, siç e pe. Po e kanë fjalën, nuk e kuptojnë që vetë shkatrohen në këtë lloj mënyre. Po çfarë më thu që unë e bëj budallaqem, pse më ja kthy ato lloj gjëna që thon? Po nuk e bëj dot, mos nuk. Më thuj një tulet dikush, unë du një njeri që të bëj një debat tamam o vlla, nuk duhen me ul me burri, me vllai, me motra, me çorape, me kpuc. Nuk e bëj, as jashtë as këtu. Me cënon moralin që e di unë ku i kam ato. Moralin 1. Mos më prek punën 2, se e kam të shenjtë se e di unë se si kam arrit gjonat e mia. Dhe nuk e them se ka shumë që as nuk e them miq se i di vetë, nuk kam nevojë me dalë me. Po. Ato dyja i kam të mia se i kam marrë vështirë. Po dhe unë prandaj në momenti i vetëm që unë kam thënë këtu që unë do dal nga këtu, ka qenë ai momenti. Po jo. Ë? Ai momenti me Akinin. Po jo për as për atë jo. Jo, po ja. Sepse tash i vjen Iliri me byth pule me ta fut në gojë dhe dalim jashtë. Mua po. Do thoje që ose do dali ky djali, ose do iki unë. Sepse unë, po ta them edhe një herë, nuk e kam për veten që të ma bëj dikush. Po ai e di kujt ja bën, se nuk e bën. Po pra këtë po them. Nëse unë shikoj që dikush arrin të ma bëj mua, nuk i shkon me ma bën. Se them për tjerë që të bëjnë. As mua, po nëse arrin me shku menja. Dhe me thënë që unë nuk jam okej. Po, që i ke hum ato. Po, sepse unë nuk po tregoj këtu atë gjë. Po. E kupton? Ama i e din që atë vetëm ashtu mundet me... Se ndryshe jo, se e ka pa. Po. I varin aty. Ne e pan varin. Pia të ullirin, vajnë e ullirit aty edhe... Nëse, nuk ka rëndësi, unë si jam këtu për të mbushur mendjen ca e cave, do me thënë, unë... Me rëndësi me ambush vetës? Unë e pash. Po, ti kisha pishinë sot? Po, e kisha dhe pra pishinë ndër të tjera, pse qa ka që nuk shkon? Po... Ja, se i hapën të shisë si ishin. Qërë doni prej me? Shikoj aty Marina Orikum, që ka ndodhë? I kanë bledh pra gjithë krema që kanë qenë rreth e rrotull. Janë ato gjitha kremrat i mblodhe se i kishin futur në për qoshe, në për cepa. Faleminderit. Qërë doni? Shpirtin doni, më shumë se ka që se pastroj dot. Qa doni? Keni syze për t'ja u fshirë, kam një leck me vete. Flisni, hapeni gojën. Se mua kështu do më ndodhë kur ti kina Antalya me Cosmos Tours. Mirë. Ecim. Edhe tjetër? Edhe në Bodrum. Tjetër. Sigur ta kapshe i rrugë Tokyo e... Aja do ishte që do ishte. E ke shkryt e lista. E dëshirave. Veni vidi vici. Po mirë, inshallah knaqeni me kaq. Nësë pretendoni më shumë. Se problem. Barua tani. Që bëjsh kjo koha këtë javë? Kjo koha as mish as peshk s'më pëlqen. Si njerëzit. Dhe sa do ktheja rrobët e trasha. Si njerëzit ku nuk janë as ashtu. Që jo, djelo shimo. Faleminderit për punën se ishte super. Ishin muskujt e relaksuar nga fizioterapia të pulës. Vaj. Po mozën tavolina të të bëhë. Ku është mozën? Që ishte shtrin tavolin të i bëhë masaj a i po. Tavolin bukës të i bëhë fizioterapi. Nuk u habita, se kam fillu s'habite më, nuk e dhja gjë e mirë, gjë e keqë. Të dhe shofë edhe thjesht vazhdoj ditën. Kur dalim jashtë, shohim njerëz për shembull
Të ullën karige? Pse po rri aty në karige ti? Se s'po shtrisht ta vërtet. Se s'po shtrisht ta vërtet? Se s'po punon si për tavolinës. Se s'po vërtet ti, m'fal, qa. Ka në gjyshi që shkon këtu? Nuk e peti që unë e E lash ke tendencioze? Nuk e peti që unë nuk e lash kanaqen këtu, po e lash këtu, se s'po Në kuptoj. shtëpi. Kur do vi buxheti së është ditë hënë? Kujdes mikrofonin, mami. O, babi, kontrollo mikrofonin se... Sa ta zej gjumi, babin, rregullo mikrofon. Kontrollo. Këto primet na Çunat duke bërë një gabim. Thomas Tagaj. në banjo. Te fakiri. Biri ziles madje. Me që të listin të dërë te fakiri. No, dojt premte. Bashkë me babin. Ti jetë e dhit. Sot ikte lopa ti. Sot jetë vitë. O, zoti ma. Omega. Qa na ka gjithë. Sot janë ngre fermere. Kë votoni me vota, hajde babi, kë mendon ti? Unë them motrën. Pse s'ma dhe mu? Qa ka motra më shumë? Qa ka? Flasim prime. Mirë, vazhdo. Flasim prime Ke bashkë. për ta pa që do të bëj kjo. Jepja votën. O, zot. Shironi diçka. Take, tuke, take, take, tuke. A Take, qa të tuke, shironi në një ku gjë? është tuke? Ku më Po, umbi? muhabet Take, dëshirojnë. tuke. A ty sjell në një auran, në një kështu, në Një buzëqeshje. një kifle, qa janë ato? Kefir. Kefir. Kifle, wow. Ua, unë dua një nga ato mikse që janë Ju mund ta pikante. bëni dhe kifle. Me mielin ola mund të bëhen mrekullire. Prit, ku janë? Jande. Kiflet me mielin ola dalin një mrekulli. Tani, kam një kërkesë nga ato misrat që janë pikante. Misra pikant. Ah, Just a moment, please. okej. Do mbëlsohesh ndërkohë sa cjell misra? Jo, jam mjaftueshëm. Okej. Bujar, ti ha këto tëmblat? Vetëm vatan mos më sill se më shikon bujari e mendon se jam deur. Shu çokoladë. Si dush. Nja hek followin pas. Në ek. Madam, misra pikant? Po, patjetër. Se më duhet pak. Vetëm palmat lutem, asnjë tjetër. Shi si e kanë lënë? Një të parën, te reshti i fundit një të parën, një të dytën. Blu dhe të kuqe. Poshtë. E di, po Ola do të diçka tjetër. Atë Te poshtë. reshti i fundit, po. Një ashtu. Kjo është pikant. Po, Edhe për mua. tjetrën blun. Mbaru. S'kam, der pas nesër. Na vrasi me jona. Po, ju i kanë ngrënë gjitha këto. Qysha. Në këto, Sa ajo s'tu këto dhe stikat i kanë shenjta. Vetëm palma tha du edhe cigare. Romir, Nga zemra, dhe mos bëni pisë, ha tu bofsha. si kam me vete, po shkruaj te lista. Skaq, Paguaj unë. E kam një aty Fabiola me Me kartë? me kartë. Kur të baroni pushimet, do t'ja A mund bëjmë ta shumë me numër dhome, lejtë e dhoma. Qa do me jeti? Dhoma blu. Do ma blu, ti? E bluja. Bluja. Futin dhom. Jemi tek deluksi. Po, Pa. kë. Provokon. Se për provokon. Mali gocën e hat, Goca e mesa. O Meksikanin. goca mbesha. Hajde ullu, hajde. Mexico. Kishin fitua. Pa jo. Kë. Të trashët e sulës. Do t'jem kujdes mikrofonin. Gëzohen ata dhe pra dhe. Babi është të prapë. E ka posë Ah, e ditë thua cili për për ato, babin, ka posë urime, për kë babi një flet? të fëqime, Lesh me qime. një lesh me qime. Adian, Nëse ka posë visi. Je shumë Baba dhe i Gjela. shtyshëm për mbi 100 tani. Baba dhe gjela. A i bje mirë ajo? A me ditë si. Me wasabi. Se si hanë. O, mi le mu, Që se më shon? des për ato.
shumë e fortë. O buna për batë, me. U bën follow. Dhe më që dhe janë 20 parë tërë, Janë që djem. për më dhimë. Janë DM. Tu i që voice e njëni tjetrit. Po knaqe. Sigur i ka në shtëpi Adit, apo kalon Kingu, thot e. i thot gjithë. Jo, Përveç vetes. Hm? Vetes moj. I thot gjithë pra. Vetes more. Se Edhe një vetes, tjerëve. po normal. Po ky është problemi te vetja. Narcisisti e bën këtë. Klodi ka fillu më dhimset. Klodi ka fillu më dhimset. Se thell, është shumë i ndjeshëm. Edhe atë ditë që hynin në dhomë dhe më duket o ti o Jona, që tha, o erdhi ky, Jona, më duket, Jona. Jo. Edhe mylli derën e doli, o zot që jam dje. Jo, i thash hajde, se më duket se këto janë trauma. Mua e vogël, kanë përjashtu nga Edhe mua. grupet e shoqërisë. Edhe kam vujt shumë. Edhe tani kur shoh njerëz left out, Njësoj. më dhem. Kemi qenë një herë të lujt, kur se harroj. Kemi qenë të lujt të shtëpia e shoqes në lagje, komshi me mu. Edhe do mësonin fletat, urat, salta urat aty. Shumë. Thaltron. Edhe unë akoma s'di me i bas sot, se nuk i mësova dot. E gjithë aty mësua dhe vjen ajo goca që ishte shtëpia vet, tha, më ka thënë mami që nuk do më me sjell shoqe këtu, tha duhet ikni. Unë, si tip skuthi që atëherë nuk e di, unë shefa te porta ime, edhe ula te porta. Shof ato gocat e tjera, kishin nejt me i cep sa t'ikja unë edhe u këthyn prap të shtëpia. Kishin dash vetëm që t'ikja unë. Ku jetoj ti? Malësi. Përshëndesim gocat e Malësisë. Ja tani kam shumë shoqe se kemi qenë fëmijë po. S'ka që përshëndesim. Edhe u ktheva i pash i thash, ha i thash, a të vi se jo tham ka thënë vetëm për ty. E kam ikë në shtëpi të qau. Edhe shumë raste të tjera kështu. Edhe gjithmonë jam dje. Ja kjo gjëja pastaj më ka bëhet karakterin që u fuça kështu. Se e dosha me nejt me njerëz. Po janë ca gjona që fëmi po. Të njëjtën gjë kam përjetuar dhe unë. Por në kam përjetuar nga që kam qenë gjithmonë e mbushur. Unë e dobë. Edhe sepse ne s'kemi pasur lek. Por ne kemi qenë Tiranë. Nuk perceptohet dot. Dhe mami dhe babi im kanë qenë gjithmonë shumë krenar, pra nuk i kërkonin familjes tyre. Unë se kam ditë që s'kemi lek deri vonë, e kam kuptuar. Jo, asun se kam kuptuar. S'më kanë bë me kuptuar. Për shembull, ne kemi jetuar një dhëm 6 metra katror, gjithë jetën. Domethënë deri ku kam qenë unë 10 vjeçë. Dhe çdo gjë ne bënim aty brenda. Pra, ai krevati kthej në divan. E kam dhe foto, domethënë duke festuar vitin e ri, bënim një tavolinë të madhe, edhe pse ishim vetëm 4 vete, bënim një tavolinë të madhe, e mbushte mami për vitin e ri, duke aty domethënë super gjë dhe s'kishte vend për të kaluar, sa aq ishte dhoma 6 metra dhe bëj krevati, bëj divan dhe hanim aty ndërkohë ngjitur ishte krevati im. Dhe mbaj mend që mami më blinte në çdo dimër, më blinte 2 maksimumi 3 bluza. Ne kemi pas për pashk. 2 golfe, do t'i mbajmë në gjithë jetën ato 2 golfe, njëra jeshile me viza, edhe një tjetër që ishte blu, edhe një pulovër. Tani më bullizonin të shkolla, sepse ne më lishu kisha vetëm ato të treja dhe thjesht mami lante ato visha tjetër dhe fillon qa bluze do veshi sot Sara, qa do veshi, ose kisha një editar, ishte një editar imagjinar, nuk ekzistonte vërtet. Dhe shkruaj për një çunë që ishte në klasë paralele. Po e veshë lekë pas u shkruaj imagjinatat e mia çfarë ishte më pas sot, më puthi, ku diun, whatever. Dhe më mend që një nga gocat e lexoi. Po nëne. Nuk i kanë shkollë. Domethënë u bëra aq gur. Babi im kishte një lokal përballë shkollës, edhe gjithë zyshat e shkollës shkonin atje. Dhe mbaj mend, unë kam qenë gjithmonë shumë e mirë. Domethënë unë nuk kam pas mësuar shumë asnjëherë, por kam qenë shumë nuk dua duket kështu, por kam qenë shumë e zgjuar në gjërat që bëja. Pra, nëse ma shpjegoje një herë e kuptoja dhe vazhdoja. Sem po. Edhe mbaj mend që nga që e shikonin që unë nuk është se ulesha të mësoja shumë e kështu, po merja 10 ose merja nota të mira. Fillon dhe pastaj
Jo, po kjo i merr nga... Edhe këtë për shkakun e kam traumë. Merr nga Se babi. më kanë ndjekur gjithë jetën, kjo gjëja. Që gjithmonë është justifikuar një suksesi imi, Nga një burr mrapa. jo vetëm një burr, por nga një gjë tjetër, që se kam bërë unë. Ndërkohë që për shembull unë mund ta kem bërë vetë sepse normalisht kujtim plasti që po ata shkonin blinin kafe, në kupton, nuk është se interesonte papi im mes. Që ky e bë kafen e mirë, 10 goca. Edhe u detyrua, dhe ka qenë hera e parë, se mami ka qenë gjithmonë, edhe për këtë jam shumë falenderuese se ka qenë gjithmonë që edhe kur smuresha. Është jo, do shkosh në shkollë, do ikësh, do ta bësh, edhe kjo më ka bërë shumë aktive në jetë. Nuk më linte, për shembull, kur shifja që ishte babi, se mami im ka qenë mjeke, edhe kishte 24 orëshë. Kur zoja ti në shkollë, shifja që ishte babi, jam shumë smur babi, nuk mund. E babi thoshte, jo, goca, ndërsa mami e kuptonte edhe si stile, e thoshte, jo, do shkosh, derisa të bëhet 40. Po shkoj 40, do pish në shtëpi. Derisa ti jesh me çume barre. Edhe mbaj mend që atëherë u bëra aq keq nga kjo situata, edhe e kuptoan që s'kisha shumë lek, më thënë, u bën disa gjëra e dabë, kupton, edhe isha një fantazëm, shkoja në shkollë, vija në shtëpi e dukej në fytyrë që s'bë, edhe më ndruan shkollën. Po, domethënë për mua ishte shokuese se unë se prisja që mami t'ishte dorë, shumë insistuese, t'ishte dorë nga ajo që duhet ta bëjmë se ajo nuk është mirë, po kanë bërë gjithë më të mirë se aty takova dartin. Kur ndrova shkollën, E sheh që butterfly effect, po mos kishte ndodhur diçka, sa do e keqe tjetë. po. Do të një gjë tjetër. Dhe tek shkolla tjetër pastaj thash vetes që shiko, këtu do bësh një gjë totalisht ndryshe. Informativ. Kupton? Se e kuptove që ti jesh ajo goca që unë isha që gjithkohës hau hiu e çiltër e kështu. Nuk ishte okay. Dhe mbaj mend kur shkova te klasa, më prezantoi ajo Zysha. Dhe Darti ka qenë i parë që është afruar, ka thënë mund të ulesh këtu mbrapa, po unë pavarësisht se ja kisha thënë vetes që ti duhet të jesh një person tjetër, prapë unë ajo isha, nuk ndryshoja. Edhe mbaj mend që ai ka qenë i parë që më ka folur dhe më ngeli kështu, domethënë që Memoria fotografike. po, më ngeli kështu që okay, ky dhe u bëm shok të ngushtë atëherë. U lidhëm, u ndam. Qa klase e lidhit? Ne jemi lidhur për herë të parë në klasë të 9. Unë ndam, se normalisht të pushimet verore që mami s'm linte t'i lë nga shtëpia. Lot, të gjujt me gur. Po, pastaj kur u ndam, kemi qenë gjithkohës shok në ngushtë. Pra, ka qenë i vetmi person që unë s'kam dashur kur ta humb. Dhe pasi u ndam, nga që unë e përjetova shumë keq, ka pasur disa momente që ne mund t'ishim lidhur prapë. Po gjithmonë kam thënë jo, edhe përpara se t'ikja jashtë. Kam thënë gjithmonë jo, sepse mendoja, po të lidhem prapë. Ai e ka fuqinë me të mërzit. Ai e ka fuqinë me më mërzit, dhe nëse unë lidhem prapë, unë nuk do humb thjesht një të dashur. Unë do humb një individ që për mua do të thotë shumë. Kështu që kam shtyr, derisa një moment, kam qenë në Gjermani, se edhe në Gjermani kalova një periudhë shumë të vështirë. Kam qenë në Gjermani, dhe kishim një vit që nuk flisnim fare, ai me jetën e vet, në jetën time, se vërtet Darti është partneri im prej 11 vitesh, po përpara Darti normalisht kam pas situatat e mia. Edhe ka qenë një moment shumë vështirë që duhet ndryshoja konviktin, nuk po ndihesha mirë. Isha shumë keq dhe kishim një vit pa folur, dhe atë ditë që kam qenë kaq fed up, Darti më çon një zemër nga hiçi. Kishim një vit pa folur. Edhe e di që duket kështu si prall, Red string theory. të betohem nga hiqe dhe patjetër që unë ngela se prisej që më thotë vetëm një zemër, as një shpjegim, as një shkrim, një vit pa folur, pa ditë fare se ç'a ndodh me tjetrin. E nesër vazhdojmë flasim e kështu, edhe pas shumë vite që kam pyetur se e dija që nuk do ma thoshte në fillim pse. Pas shumë vite që kam thënë, po ti i kam thënë që pse ma çove zemrën, se më duket shumë e çuditshme, më duket sikur e ke ditur se s'ka mundësi që ta çoj pikërisht në moment të vështirë. Ja, sa thjesht shumë herë. E kam ndjerë. Më erdhi dhe ta çova, nuk e kam menduar 2 herë. Edhe që atëherë nuk kemi ndarë më. Shef komunikimi, kontakti, një moment që thjesht andaj duhet me lënë gjonat mas dore. Po s'ka qenë kështu fush me lule, se normalisht ne kemi pas momente shumë të vështira, edhe mendoj që kemi zgjatur kaq gjatë vetëm sepse se kemi dash vërtet njëri tjetrin, që të rrim, do të thënë, edhe në momente që e kemi urryer njëri tjetrin,
Tani? Herëtë, E pak. ne jeshim qafemi. Presim Apo më edhe vonë. turmin pak. E di që ke qef me paket. Ishte aty apo? Jo, s'është më. Jo, s'është, jo. Edhe kur e kemi urry njëri tjetrin, që se ka pas momente, si në çdo çift, prap e kemi dash shumë njëri tjetrin. Ajo është martesa, se këta mendojnë martesën. Po, ajo Unë e kam mendu, unë mendoj në të ardhmen kur të kem dikë. Thjesht ai do jetë dikush që unë do e toleroj. Nuk do jetë dikush perfekt, po thjesht do jetë ai që do them okay, për këtë ja vlen që me lëshu pak. Po. Se po se lëshove tani të dartë. Se ai është gjithmonë më racional se sa unë, dhe pse mendohet këtu sikur unë jam racionale, unë jam shumë emocionale, ai është shumë racional se sa unë, dhe gjithmonë ka qenë ai që ka toleruar. Ka thënë, s'ka problem, da bëjmë prapë. Nga pasur shumë momente të vështira, qoftë me fëmijët, qoftë me depresionin. Postpartum e ke kalu? Postpartum e ka kaluar shumë keq, sidomos Parin herën apo e dytë. me dytin? Herën e dytë shumë keq. Sepse ja vendosa dhe fajin vetes. Më thënë, linda para kohë sepse unë përkushtohem shumë në punë, është faji. Sa muaj është lindë? Në fund të muajit 7. Unë dhe një 2 javë në spital. Dhe ato 2 javë në spital kam qenë çdo ditë e mbushur me qetësuesa. Sepse nuk duhet të lindja, pra duhet ta shtyja sa më gjatë. Ne kam qenë me temperaturë, me kontraksione, çdo ditë që kontraksione supozoj ti maksimumi 1 ditë, 2 ditë duhet t'i mbash. Kam qenë 2 javë me kontraksione. Derisa një moment thanë s'është tim dot më. Po ka qenë shumë e vështirë. Domethënë, ka qenë e vështirë kur më thanë që shiko, je në një fazë, je në një moment që nëse do mendosh për bebin. Dhe aty e kupton sa jo egoist është njeriu kur bëhet fjalë për një qenien tjetër. E prandaj te diskutimi aty. Po, unë e kisha shumë vështirë aty të flisja. Po di, tani po e kuptoj, po unë atë temë kam shumë. Dhe unë aty mendova edhe pavarësisht çdo gjë mbrapa unë mendova për bebin. Thash do ta mbaj. Domethënë do vazhdoj të luftoj derisa ju të më thonin që është okay tani që. Dhe një moment shumë i vështirë pas kësaj lindjes, ka qenë kur kam dalë nga spitali, sepse dola me duar bosh. Dhe u desh me nejt në inkubator? Po, ndenje, 1 muaj, dhe 1 muaj, 3 herë në ditë, duhet i çoja qumësht. Se iqa qumësht e duhet ja çoja dhe mbaj mend duhet, domethënë, mundohesha ta kaloja, mundohesha ta kaloja sepse në familjen time unë konsiderojmë ajo e ftohta, pra që i kalon gjërat me të qeshur ose që s'ke nevojë me ardhmë. Ja dele, kupton edhe kur iku Jonida, s'ke dash me zgënjy. Mos harro Vanesën se ti ja dele, kupton, nuk e kuptojnë njerëzit. Kush se kupton? E kuptojnë, po prap. Ka ca që e tregojnë më shumë për jetimin. Dhe për 1 muaj rresh ka ndodhur kjo. Pastaj e morëm Gregun. Dhe e kapi ky virusi, është një virus që e kap pas lindjes. Dhe shkojmë në spital për ta kontrolluar. Dhe tha, po ta marr pak djalin, tha që të shkoj ta kontrolloj. Vetëm kur vjen, e më thot, duhet ta shtrojmë, tha djalin, nuk është mirë, nuk mund ta marrësh tani, më tha mua, e kemi shtruar. Unë aty, sepse unë e kupton, e kisha në dorë dhe ma morën. Ishte kështu